Reagimet të shumta ndërkombëtare kanë shoqëruar arritjen e armëpushimit 10 ditor mes Izraelit dhe Libanit, i cili synon uljen e tensioneve në një nga zonat më të paqëndrueshme të lindjes së mesme. Pas shërbëave që kanë përshëndetur marrëveshjen, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm drejt stabilitetit në rajon, një reagim erdhi edhe nga kryeministri pakistanez. Përshëndes njoftimin e një armëpushimi në Liban, të lehtësuar nëpërmjet përpjekjeve të guximshme dhe të zgjuara diplomatike të udhëhequra nga presidenti Donald Trump, dhe shpresën se kjo do të hap rrugën për një paqe të qëndrueshme. Edhe Bashkimi Evropian e ka mirëpritur armëpushimin duke bërë thirrje për përmbajtje dhe zbatim të plotë të marrëveshjes. Armëpushimi 10 ditor midis Izraelit dhe Libanit është një lajm i shkëlqyer. Tani duhet të zbatohet dhe verifikohet në terren. Është thelbësore që Izraeli dhe Libani të angazhohen në negociata kuptim plot që hapi rezultate konkrete për hir të popujve të tyre dhe perspektivën e një paqe të qëndrueshme. BE-ja do të vazhdojë të mbështesë Libanin. Një deklaratë ka ardhur edhe nga presidenti francez Emmanuel Macron. Unë mbështes plotësisht armëpushimin midis Hezbollahut dhe Izraelit, siç u njoftua dje nga presidenti Trump. Gjithashtu shpreh shqetësimin tim se ai mund të jetë dëmtuar tashmë nga vazhdimi i operacioneve ushtarake. Bëj thirrje për sigurinë e popullatave civile në të dy anët e kufirit midis Libanit dhe Izraelit. Nga ana tjetër, Kombet e Bashkuara kanë kërkuar që armëpushimi të jetë i qëndrueshëm dhe të shoqërohet me hapa konkret drejt një zgjidhjeje afatgjatë. OKB ka paralajmëruar se situata mbetet e brisht dhe çdo shkelje mund të rrezikojë stabilitetin e arritur. Ndërkohë, vende të ndryshme të rajonit dhe aktorë të tjerë ndërkombëtar e kanë cilësuar marrëveshjen si një mundësi për të shmangur një konflikt më të gjerë. Pavarësisht optimizmit, komuniteti ndërkombëtar mbetet i kujdesshëm, duke theksuar se respektimi i armëpushimit në terren do të jetë vendimtar për vazhdimsinë e paqes.